Nderuar miq të zgjomen, ja ku jemi sërish në hapësirat e studios ton, duke ju thënë mirëmëngjes të gjithë juve të cilat ndoshta pak me vonesë keni kyçur ekranet e juaja televizive dhe tani jeni nën ekranet e TVM2 me zgjomen. Ne kështu për të shoqëruar, ju kisha preferuar të qëndroni në shoqërinë ton, pasi që ja ku jemi edhe për ditën e sotme me këndjen e mysafirit, do flasim mbi një temë shumë interesante, do flasim mbi temën e mundësisë më të fundit apo më të re nga USAID, projektin e pjesëmarrjes së qytetarëve të USAID-it. Me ne sot në studio janë Martin Miloševski, menaxheri i programit të USAID në kuadër të Këshillit Rinor Kombëtar të Maqedonisë, si dhe Anjeza Gorenca Sadiku me Arz Zeqirin, të cilët janë fitues të bursave dhe të cilët do na shpjegojnë pak më shumë rreth çështjeve të brendshme të këtij projekti. Me Martinin do komunikojmë në gjuhën maqedonase, do mundohemi që t'ja u përkthejmë gjithë atë komunikimin ton, për kështu për të qartësuar të gjitha gjërat. Mirëmëngjes, dobro утро и добро дојдовте во Разбуди се со нас. Добро утро, ви благодарам за поканата. Nije čest. Martin, ќе почнеме со тебе и ќе се потрудиме нели да преведуваме до нашите гледачи за се да им биде појасно. Ги имаме и Анјеза и Ар тука за да ни помогнат секако, но би сакала да почнам со тоа што значи младинско учество. Младинското учество е креирање на можности за младите да се вклучат во нашата заедница. Окей. Atëherë për gjithë ju, e pyeta Martinin sigurisht se çfarë do të thotë pjesëmarrja e të rinjve, do të thotë një mundësi e re për të rinj të kyçur në projektet, koje aktivnosti projektot na USAID za graѓанското учество ги поддржува за младите? Нашиот проект овозможува преку годишна стипендирана програма за млади ЛИД-МК, младите да се вклучат во заедницата и да се стекнат со вештини за лидерство и за проектен менеджмент. Okej, atëherë, cilat janë aktivitetet që mbështet projekti i pjesëmarrjes së qytetarëve? Janë aktivitetet shumëta sigurisht për këto i kemi edhe Anjezën edhe Artin për të na shpjeguar pak më detajisht, por që gjithsesi USAID ka për qëllim që të përkrahë të gjithë të rinjat për këto çështje. Може малку подетално да ни кажете за лид програмата? Моментално ни е отворен повикот за третата генерација за лид програмата. И лид програмата, стипендирана програма вклучува неколку компоненти. Atëherë është e hapur programa e tretë për lid programa në fakt, ku janë të kyçura shumë komponente, да? Првата компонента е доколку се селектирани за учество да учествуваат на 7-дневна академија. Уште еднаш ако може? Да учества на 7-дневна лидерска академија. Окей, për pjesëmarrjen e 7 ditëve në akademi. Потоа добивање на менторска поддршка и реализација на мал проект во својата заедница. Përkrahjen e mentorit и реализација на проект во својата заедница. Realizim të projektit, окей. Нашиот проект дава поддршка и финансиска и менторска за младите кои се вклучени да својата идеја да ја донесат до реализација. Do të thotë përkrahja e USAID-it në këtë rast jep edhe mundësi financiare për të mbështetur sigurisht projektet e të rinjve. Okej, bi sakalla da продолжиме со Anjeza i so Art. Anjeza dhe Art, ju jeni fitues të bursave në këtë rast, të na tregoni pak sa fillimisht me çfarë aktivitetesh jeni marrë. Atëherë unë personalisht kur fillova projektin kisha shumë ide, cilat doja të realizoja dhe ideja që duhet ta zgjidhja vetëm një. Dhe në fund të zgjodha të merresha me kisha projekt multikulturor, dhe të merresha me kulturat e ndryshme që janë në Maqedoni. Kisha shumë fat me këtë sepse desha të kem dimensione të ndryshme se si do i shfaq ato kultura. Faktikisht në fillim kishim disa punëtori me gatime, dhe kemi mësuar për gatimet e ndryshme që janë në kulturat e ndryshme të Maqedonisë. Mësuam se i kemi pak si gatimet edhe në fakt njësoj, por janë vetëm disa komponentë të vogël që na ndryshojnë ata. Pastaj kisha edhe një fotoekspozicion, aty ne tregum për kulturat e njëri tjetrit në kuptimin që folëm për historinë, çfarë kemi kaluar, çfarë na përçen ne të kultura, dikush ndoshta ka fol për dasman, dikush ndoshta ka fol për ndonjë traditë tjetër që e ka në shtëpinë vet, dhe që don ta ndan me të tjerët, dhe kështu mësuam edhe shumë komponente të tjera që ndoshta edhe ne nuk i dinim përpara. Dhe në fund e kishim edhe punëtorinë tjetër, ne mbam një punëtori ku folim për të gjitha ato që kishim mësuar, për çfarë do të thënë paqja për ne, çfarë mendojnë të tjerët për të. Dhe në fund e bëm duke marrur një tabel dhe e shkruam aty se çfarë do të thënë paqja për ju.
shkuam në qytetin e në parkun e Shkupit Kërkojndjes, dhe aty pyetëm të gjithë njerëzit që kalonin, qoftë ato fëmijë, qoftë moshuar, njerëzit të gjitha moshave, se çfarë mendojnë ato për paqen. Dhe të gjitha ato kishin mendimin e vet, dhe në fund ram edhe në konkluzionin ton, duke mbajtur edhe të pastërt mendimin e secilit. Patjetër, gjithsesi janë gjëra shumë të bukura për t'i përjetuar dhe për t'i dëgjuar. Do vazhdoj me Ardin. Ardi na tregon ti për eksperiencën tënde apo aktivitetet me të cilat je marrë. Në kisha projekti i cili ka të bëjë më tepër me sferën e biznesit. Okej. Kisha disa trajnime për nxënësit e shkollave të mesme, cilët ishin trajnime që bëhet fjalë për menaxhimin e bizneseve dhe fillimin e bizneseve të reja, ku e dim se një ndër pikat kryesore të një biznesi është që nëse nuk din ta menaxhosh në vitin e parë ke hasën në shumë të lashe, dhe për atë edhe 80% e bizneseve mbyllen pas vitit të parë, dhe ky ishte fokusi im, ku edhe kam edhe një histori e suksesi ku një nxënëse e cila ishte participante aty, nuk planifikonte të vazhdojë fakultet dhe pas seminareve, pas trajnimeve, aplikoi në fakultet në Gjermani dhe fitoi bursë nga shteti. Më tregoni si kuptuat si aplikuat dhe si shkoi gjithë procesi që nga fillimi deri në fund? Atëherë procesi shkoi thjesht ndoqa një prezantim të projektit, ku ma shpjeguan komplet se si ishte. Dhe na thanë që faktikisht gjithë ato që e kemi ndjekur prezantimin atë ditë, na është dërguar një email me formën e aplikimit. Formën e aplikimit e keni edhe në Facebook ose në faqen tonë, në website. Dhe aty faktikisht thjesht do e plotësosh komplet formularin të gjitha që i kërkon, do dërgosh një CV, 2 letra rekomandimi dhe pastaj thjesht do e dërgosh atë nëpërmjet mailit. Mbas një kohe, ato nëse faktikisht ato që i kanë zgjedhur ato për t'i marrë në intervistë, të shkosh në intervistë. Dhe në momentin që do përzgjidhesh për këtë projekt, do të thrasim prapë dhe do fillosh implementimin e projektit. Po për implementimin për ale edhe pak Ardit. Për dhe Roaldi? Po, si që tha edhe Anjeza, pjesa e parë është që duhet të aplikojmë letra rekomandimi dhe pas intervistës dhe zgjidhemi, pastaj kemi një akademi 7 ditore, e cila është një ndër akademit më të mira që ka marrë pjesë ndonjëherë, që me të vërtet trajnohesh në çdo sferë, që përveç edhe sferës ku implementojmë projektet, trajnohesh edhe me punimin në grupe, zgjedhjen e ekipit e tjerë. Pastaj për implementimin e projekteve kishim mentor të cilët ishin nga akademia e vitit kaluar dhe ato na ndihmuan në çdo proces, po ashtu edhe Martini na ndihmoi në implementimin e projekteve, ku në fillim duheshte që të bëjmë një plan për projektin ton, i cili ishte një plan detaj se çfarë planifikojmë që të punojmë në 6 muajt e ardhshëm. Dhe pasi që u miratuai projekt, filluam me implementimin e projektit, ku në fillim duheshte që t'i gjejmë participantët, e ajo ndodhi nëpërmjet formulareve të ndryshëm të cilat ishin online, nëpërmjet prezantimit projektit nëpër shkollat mesme ose ku e kemi target grupën. Po, jam e bindur se ju keni gjëra primare si shkollimin dhe gjërat të tjera. Më tregoni si ja dolët, a ishte një obligim apo ku e gjetët motivin për qenë pjesë e projektit shumë të kyçur? Pasi që shoh se keni arritur suksese dhe jeni shumë të involvuar. Po, ishte pak e vështirë që të menaxhosh me kohën, pasi që me të vërtet duheshte një angazhim i madh, por pasi që mbaroi personalisht për mua punëtoria e parë, ishte një motiv tepër i madh që ti vazhdosh edhe punëtoritë tjera, për shkak se me të vërtet shifet se kur mundohesh që të ndihmosh rinis në rastin tim për arsimim kualitativ dhe arsimim ekstra, ishte me të vërtet një motivim, pasi që se gjithë nxënësit filluan që të hapin feedback shumë më të mirë dhe që të tregojnë se sa u vlen. Po. Martin, dečki dhe vela da kam nuk ubavo pominale, keni kažeš ti kako pomina со нив? Pa, drago mi je što ova godina sработувавме со Анјеза и што други 20 млади од Македонија. И чувството е прекрасно и сите во проектот Наука за граѓанско чувство сме горди на тоа што го постигна. Да. Ке ни ја кажеш твојата порака за сите наши млади гледачи што не гледаат? Па, ова е прекрасна можност, програма што нуди создавање на пријателства, но и во добивање на вештини и мотивација да се вклучите во заедницата. Дополнително повикот е отворен до 8 октомври 2018 година до 12 часот на пладне. Океј. Анјеза веќе повтори се аплицира со апликацијски формулар, CV и 2 препораки
се наоѓаат на страната на Facebook на Национален младински совет, на USAID исто така, и сите заинтересирани млади кои се на 18 до 25 години, ги очекуваме нивните апликации и би сакале некои од нив да бидат и дел од трета генерација. Да. Besoj se gjithë e kuptuat Martinin, hapja është do të dirim datën 8 tetor, ku gjithë ju të cilat jeni të interesuar mund të aplikoni, pse jo fundja eksperiencat janë të shkëlqyera. Do vazhdojmë me Anjezën edhe me Ardin, na spjegoni pak për shtypjen e nga LITMK, çka prisin ato nga ju dhe çfarë ju ofruat. Në fillim nuk dinim edhe shumë çfarë priteshte, por mbas akademisë gjëja parë faktikisht që bën mbasi pranohesh në LITMK, shkon në një akademi shtatditore. Okej. Dhe mbas asaj kishim shumë të qarta se çfarë priteshte nga ne dhe cilat hapa duhet të ndërmerrnemi. Gjithsesi japi një mbështetje të madhe nga gjithë ekipi. Kështu që ti në fillim kur e fillon projektin në rregull e shkruan vet, por ke edhe një mentor që të tregon gjithkohës a është mirë e shkruajtur, a duhet të shtosh diçka, a është mirë ky element, a nuk është, e dërgon, t'japin disa këshilla, se jo dhe ashtu, dhe ta mësojnë komplet procedurën prej A deri në Z, se si shkon hap mbas hapi çdo proces. Po. Japin një mbështetje shumë të madhe, dhe megjithse pritet edhe shumë prej teje, do shkënosh projekt, do e implementosh gjithë projektin e gjitha ajo, kur e ke projektin tënd dhe kur e ke për zemër atë, e bën me shumë vullnet. Sigurisht, arritët ju gjitha pritshmëritë të cilat kishin LITMK nga ju? Po, besoj se ne arritëm gjitha ato të cilat duheshte që ti arrim, më mirë mundet Martini që të tregoj pasi që ai ishte përgjegjës për atë. Sa për eksperiencën ishte me të vërtetë, si që Ceku edhe Anjeza, një eksperiencë tepër e veçantë, veçanërisht pjesa e akademisë e cila u mbajt para fillimit të projekteve, ku përveç trajnimit profesional kishim edhe trajnim se si që përmenda të punojmë në ekip dhe mbi të gjitha krijuam një shoqëri e cila besoj se do zgjat shumë gjatë. Po, më tregoni çfarë keni mësuar nëpërmjet këtij programi, sa u zhvilluat ju personalisht? Personalisht e kuptova se sa duhet që përveç se të punojmë personalisht duhet që edhe të ndihmojmë edhe rrethit se ku gjendemi, se vetëm në atë mënyrë mund që të ndjehemi më të plotësuar si individ, ku kjo është një mundësi tepër e veçantë për moshatarët tonë që të përveç se të ndihmojnë rrethit vet që edhe ta gjejnë vetveten se çfarë duan në të ardhmen. Po, patjetër, Anjeza? Na trego çfarë mësove ti, a u zhvillove ti si njeri apo gjatë këtij projekti? Të zhvillohesh si njeri është pak të thuash në këtë njësi. Kam mësuar aq shumë gjëra, e kam krijuar ndoshta edhe aq shumë kontakte, kam takuar njerëz të rinj si unë që kanë dashur të bëjnë projektet e tyra, ti shohësh ata se si e kanë implementuar gjithë projektin, se sa ato janë rritur dhe ta kalosh këtë gjithë proces bashkë është me të vërtet një mundësi shumë e mirë. Kështu që i kisha këshilluar çdo kush që ta aplikonte, dikush që ka ndonjë ide projekti, por edhe nëse thjesht ke dëshirë për ta bërë një projekt. Nëse e ke një ide për çfarë afërsisht do të bësh, ato do të ndihmojnë dhe ta dish saktësisht pasaj se çfarë ti do të bësh dhe do të ndihmojnë në gjithë implementimin e asaj. Duhet ta ceki edhe njerë që aplikimi është deri më 8 tetor, kështu që nëse e keni në mend, ta nxitoni pak. Patjetër, informatat mund t'i gjejmë edhe në faqen zyrtare të USAID-it apo. Besoj se kjo do të ishte gjithçka që ne arritëm të nxjerrim nga ju, eksperjenca shumë të bukura, eksperjenca interesante, duke ju uruar kështu shumë suksese. Martin, vi благодарам много, što danes bevte во разбуди се со нас. Мислам дека извадивме се што треба од тоа најглавното од проектот и ви посагувам многу успеси. Ви благодарам за поканата. Ги охрабрувам сите млади што не гледа, па и нивните родители да ги охрабрат нивните деца и внуци да се вклучат од програмата, бидејќи реално чувството е прекрасно и можностите се големи. Да, ви благодарам. Ju falenderoj shumë. Të nderuar teleshikues, këtu do vazhdojmë, në fakt do shkëputemi me mysafirët tanë, kështu për të vazhduar me një material shumë interesant i cili ka të bëjë me evoluimin e muzikës, me njëherë pas materialit rikthehemi me mysafirin e dytë për sot.